Në 4 komuna ku nuk janë përmbushur kërkesat ligjore për një pjesëmarrje minimale ligjore prej 1/3 së votuesve të regjistruar në nivel komunal, do të përsëritet i gjithë raundi i parë i zgjedhjeve brenda 60 ditëve nga shpallja e rezultateve përfundimtare. Një përsëritje e raundit të parë të zgjedhjeve për shkak të regjistrimit të pamjaftueshëm të popullsisë do të zhvillohet në Gostivar, Mavrov dhe Rostush, Vrapçisht dhe Qendër Zhub. Në Gostivar, pjesëmarrja ishte 33.31%, në Vrapçisht 25.18%, në Mavrov dhe Rostush 30.31% dhe në Qendër Zhub 21.49%. Sipas nenit 132 të kodit zgjedhor, që zgjedhjet të jenë të suksesshme, duhet të dalin të paktën 1/3 e votuesve, ose 33.33%. Nga Komisioni Komunal Zgjedhor në Gostivar thonë se do të ndjekin udhëzimet e Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Në komunën e Gostivarit ishin të regjistruar 82.893 votues, prej atyre do me thënë ka shfrytzuar drejtën e votës 27.609 votues, do me thënë në përqindje ishte 33.31, do me thënë një përqindje shumë e vogël nuk arrit censusi për të mbaruar procesi zgjedhor, do me thënë do shkohet edhe në një palë zgjedhje do përsëritet. Fletat vlefshme i kemi pas do me thënë 25.436, kurse të pavlefshme kanë qenë 2.173. Meqenëse ne jemi si organi zgjedhur nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, presim do me thënë që ata të na udhëzojnë se si do shkon procedura në vazhdim. Ndërkaq Valbon Limani, kandidat për komunën e Gostivarit, thotë se do të parashtrojnë ankesa për një vendvotim dhe shpresojnë se do të pranohet. Nuk dihet akoma nëse dispozitat për emërimin e të besueshmit të qeverisë vlen edhe për Gostivarin, sepse kreu aktual i kësaj komune vetëm është i zgjedhur si i besueshëm i qeverisë dhe nuk është zgjedhur në zgjedhje të rregullta. Pas mbarimit të ditës zgjedhore dhe pas shpalljes së rezultateve jo zyrtare, sipas Komisionit Qendror Zgjedhor nuk është arrit cenzusi në komunën e Gostivarit. Dallimi është 21 vot, do të thonë për 21 vota nuk është arrit cenzusi prej 1/3. Ekipi janë është duke i shqyrtuar të gjithë procesverbalet në të gjithë vendvotimet dhe konform afateve ligjore deri sot në ora 19, aty ku kemi bazë ligjore më shumë gjasa edhe do të ankimojmë në një vendvotim. Besoj se aty ku ka bazë ligjore, në qoftë se e njëjta pranohet nga ana e KQZ-s, do të presim të ketë rivotim në atë vendvotim, sepse dallimi në vota është shumë i vogël dhe gjithsesi ajo ndikon në rezultatin përfundimtar, por edhe në arritjen e cenzusit në këtë rast. Siç informoi kryetari i KSZ-s Boris Kondarko, afati për ankesat në lidhje me rezultatet e përmbledhura është 48 orë, duke filluar prej mbrëm dhe do të përfundojë më 22 tetor 2025. Afati për procedurën për ankesat e mundshme në lidhje me rrjedhën e votimit gjithashtu filloi nga dje. Sipas kodit zgjedhor, në komunat ku nuk është arritur cenzusi prej 1/3 së votuesve në komunën Përkace, në afat prej 60 ditësh duhet të organizohen zgjedhje të reja, të cilat i shpall kuvendi. Në ndërkohë, qeveria do të duhet të emërojë ushtrues detyre, i cili do t'i kryejë detyrat e kryetarit.